Këngëtarja dhe ish-banjoria e Big Brother VIP Albania, Egli Tako, vazhdon të jetë aktive në rrjetet sociale ku ndajnë momente nga jeta e saj personale dhe profesionale. Së fundmi ka publikuar një fotografi nga një dhomë hoteli ku shfaqet në një pozë mjaft provokuese. Në imazh Egli pozon pranë xhamit, duke vënë në palë linja trupore. Fotoja është ndarë në Insta Story dhe ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve si pjesë e përmbajtjes që këngëtarja publikon her pas here në rrjet. Prajmi mbrëmshëm në Big Brother VIP Kosova u shoqërua me debate dhe tensione që lënë gjurmë tek banorët, por pas përfundimit të spektaklit atmosfera ndryshoi ndjeshëm. Toni dhe Benita u panë shumë të afërt në shtrat, ku kamerat kapën momente intime, përkëdhelje dhe një gjuhë trupi që fliste qartë. Mes emocioneve të forta, Toni i përshpëriti Benitës: "Unë çmendem për ty", ndërsa ajo të kuptohet se lidhja mes tyre mund të vazhdojë edhe jashtë shtëpisë. Debatet e Big Brother VIP Kosova nuk po ndalen as këtë prajm. Teksa u shfaq një video përplasjes mes Shkurtës dhe Fjollës, kjo e fundit shpërtheu me fjalë të forta ndaj banores. "Një femër e fortë nuk qet lot non-stop. Boll ma", i tha Fjolla Shkurtës, duke lënë të kuptohet qartë se pa kënaqësia dhe tensioni grumbulluar gjatë ditëve të fundit. Momenti u komentua gjerësisht nga banorët dhe shikuesit, duke bërë që atmosfera në shtëpi të ngrihej akoma më shumë. Disa ditë më parë, rrjetet sociale u pushtuan nga dyshimet se Labino Terexha, ish-banori Big Brother VIP Kosova 4, mund të ketë një fëmijë jashtëmartesor, pas publikimit të disa fotove me një grua serbe dhe një foshnjë. Për të sqaruar situatën, bashkëshortja e tij Laureta Hoxha mohoi kategorikisht çdo lidhje, duke deklaruar se Labinoti ishte kontaktuar vetëm për të ndihmuar në gjetjen e babait biologjik të fëmijës. Por polemikat u rindezën, pasi nëna foshnjës publikoi një foto ku Labinoti shihet duke puthur beben, shoqëruar me shkrimin "Vetëm familje". Ju faleminderit. Fotoja ka rikthyer sërish pikpyetjet në rrjet. Beskallaku është rikthyer në vëmendje përmes një rrëfimi të sinqert në intervistën me Grida Dumën, ku foli për kapitujt e mbyllur të jetës së tij, përfshirë edhe divorcin me Gjensila Myrtezajn. Pa hyrë në detaje personale, aktori theksoi se e shkuara për të është e mbyllur dhe sot është i përqendruar vetëm tek e tashtmja. "E shkuara ime është e vdekur, unë po jetoj të tashmen", u shpreh ai. Kallaku foli edhe për zhgënjimet nga njerëzit që kishte pranë, por nënvizoi se pasuria e tij më e madhe janë 2 fëmijët dhe prindërit, duke përfunduar me mesazhin se pas çdo nate të gjatë lind gjithmonë dielli. Dua Lipa ka tërhequr vëmendjen me disa foto joshse të publikuar në Instagram, ku shfaqet pranë të fejuarit të saj aktorit Callum Turner gjatë qëndrimit në New York City. Këngëtarja sapo ka përfunduar pjesën e Amerikës Latine të turneut të saj Radical Optimism në Mexico City dhe këtë javë ndodhet në SBA për xhirimet e saj Service 95 Book Club. Në postimin e saj, Dua ndau momente glam nga java, përfshirë poza me një bluzë metalike dhe selfie romantike me Callum, i cili ndodhej në New York për premierën e tij të filmit të ri Atropia.